u tubuan të festojnë një vjetorin e themelimit të nismës për Kosovën Dega në Ferizaj. Në këtë përvjetor nuk janë të gjithë së bashku, ashtu siç ja patën nisur. Disa u larguan në rrugë e sipër, në mesin e tyre edhe kryetari i parë i Degës. Mirë po kjo gjë nuk e pengon liderin e kësaj partie politike që të theksoj qëllimet e subjektit të tij, të mos gënjej, mos tradhtoj dhe të ndërtoj shtetin e së drejtës. Për më tepër, i pari i kryesisë nismës për Kosovën, Fatmir Limaj, u përkujtoi qytetarëve se Ferizaj është komuna e dytë në Kosovë që më së shumti jep buxhetit të shtetit, ndërsa është rajoni më i anashkaluar në vend. Ferizaj si qytet i tretë në Kosovë, për ka numri banorëve, po që është zemra dhe fuqia dhe promotori ekonomik i Kosovës. Është qyteti i parë, ndër qytet më të parë të fuqishëm ekonomik. Qyteti i cili mund shkasën dhe buxhetin e Kosovës. Kontributet e qytetit Ferizajit në raport me buxhetin e Kosovës janë mënyrë mas Prishtinës. Dhe mënyrë vjen pyetja logjike, po mirë, Ferizaj me gjithë këtë potencial ekonomik, intelektual, njerëzor, me gjithë atë kontribut që jep vendi zhvillimit të shtetit tonë. Ku është pozicioni i Ferizajit sot në Kosovë? Cili është roli i Ferizajit sot në Kosovë? Të ju në Ferizaj kanë ardhur dhe vinë partitë politike, sidomos të maja dhe marrin vota me vagon. Po çka kthejnë Ferizaj? Sa ministre ka Ferizaj sot qeverinë e Kosovës? Sa ambasadori ka sot Ferizaj qeverinë e Kosovës? Sa agjencioni drejtojnë intelektualet e Ferizajit? Se nuk ishte lehtë që nisma të niste aktivitetin politik si një parti e re në Kosovë, tregoi Jakub Krasniqi. Sipas tij, qytetarët janë lodhur nga partitë politike, por nisma për Kosovën ishte nevojë kohës dhe si subjekt i qendrës së majt, ajo u jep qytetarëve mundësinë e dytë. Ne nuk e kemi nivelin as të arsimit, as të kulturës dhe as të edukatës që ta kemi këtë nivel të këtë qeverisjes. Po gjendja është e tillë se njerëzit kompetent nuk janë vendet e duhura. Prandaj njerëzit që po qeverisin në Kosovën as nuk din dhe as nuk dojnë qeverisin si duhet të shërbim të qytetarëve të Kosovës. Unë nuk du të zgjatëm më shumë, por du të them gjithve që jeni këtu, që ta shtrini debatën në çdo familje, në çdo fshat, se Kosova ka nevojë për ndryshime. Dhe nisma për Kosovën është ndryshimi, dhe ju jeni ata që mund të bani ndryshimin. Faleminderit për vëmendje. Kurse kreu i sapo zgjedhur i Degës së nismës tha se subjekti i tij është alternativ për Ferizajasit, mbase edhe kryesorja që realisht do të zgjidhte problemet e banorëve të kësaj ane. Sepse idetë që përfaqëson nisma janë synime dhe objektiva të hershme demokratike në vijë të drejtë dhe synimet dhe vullnetin demokratik të qytetarëve ferizajas. Dhe bashk do të ndërtojmë një të ardhme të denjë për ne dhe për fëmijët tanë. Si ashtu në nivel lokal dhe po ashtu në atë qendror. Të nderuar miq dhe musafir, një vit pas themelimit të nismas në Ferizaj, ne ndihemi se jemi në rrugë të mbarë dhe se jemi ndër subjektet kryesore lokale. Krerët nga nisma për Kosovën kërkuan nga Ferizajasit të angazhohen në dialog me njëri tjetrin dhe të shohin se sa po mbahen premtimet megalomane të partive në pushtet, e që kur të vijë koha e zgjedhjeve t'ju kërkojnë llogari e jo t'ju besojnë verbërisht.